Prej jashtë po njerë si Albania Psycho, apo na kallëzon fillim prej ka ky nickname, ta quajmë është Luft. Ka ardhur. Që gjithë nickname treneri jam ma ka jep në 2012. Albania Psycho vjen nga mënyrja si luftoj edhe dhe si mendoj. Kur hi në ring nuk jam nuk jam njëjtën person edhe kam mentalitetin tjetër, jam ma agreziv edhe e fokusuar pa frikë, për që ta treneri im ma ka jep këtë nickname. Gzim, ke kalu prej mundjes profesionale në boksin pa doreza. Do me thonë është një pirostë më të rrolla që ka mujtë me ndodhë një ndryshim shumë i madh, do me thonë prej dy sporta. Pse e ke bon këtë fare ndryshimi kaq të madh? Ky vendim kaq drastik për ty? Për mu është gjithë kom re në MMA, kom create emër në WWE, edhe të njetën kom luftu edhe, jam luftor. Edhe që tash kom pos qef më bo një sport që është pak ma ekstrem, ama e pastër, edhe për mu kon skillë e kalaj për më shku në BKFC. Conor McGregor më ka thirë në Angli për më po një show, edhe më ka pëlqy, edhe i kom në shkru kontraktën pa tjetër. Në debutim kundër Daniel Kurtin, do me thonë e rrehe brutalisht, edhe pse të rëzoj në raund parë, po u ktheve shumë fuqishëm, si mos me pas ndodhë kur gjo. A e ke prit që e ke me fitu në qatë farë mënyre? Për debutim, po, e prisja fitoren, unë i kam stilin agresiv. Kur hi unë në ring, unë i hi për knockout, edhe dhe është ndodhe, i kam goditje trona, edhe qëto djam edhe në di më re, edhe ta njetër ku luftu, nuk është kur zhë e re edhe. Shumë boksiera, luftëtar do me thonë, po i largohen këti farë boksit pa doreza, shkaku i dëmtimeve shumë ta që morin. A ke pas në farë momenti dyshimin vete që mundesh me pas në farë probleme, apo gjithmonë i koni sigurt që kemi pas sukses? Sigurisht që kam mundur për rrezikun këtë sport. Këtë sport është e ashpër, por unë nuk kam këtu për të lujtar safe, edhe. Jam këtë për të testuar veten në nivelin ekstrem. Edhe kur hi në ring, nuk menoj shumë. E di për çka kom trejnë rrallë, për çka kom bo stërvitje, edhe veç e hi, edhe i di çka më ja. Ka edhe deklarata shumë, do me thonë sidomos në rrjetet sociale, që boksi pa doreza, ta quajmë kështu shqip, mundet me te kalu edhe UFC-n, shkaku që ka ndryshu shumë stilin UFC, pra po shumë i ma shumë është edhe pak a shumë edhe ka mundja e këtu, si me thonë njerës po dojnë ma shumë me po gjak. Qa me nëmë ti për këtë citat? E di që UFC është shumë e madh në të botën, por BKFC po rritet shumë shpejt, sepse njerëzit duan atensitet. Dhe nuk po a japëm ato pa filter, edhin. Këtë në BKFC na thojnë nuk është boks, nuk është MMA, është Fighting Championship. Edhe për publikon, përndo këtë ma autenticitet, ma fighting i poster, pa dorza, nuk ko në tjetër vend. Për shëta, unë mendoj që BKFC ku më arrit ma shumë se UFC edhe ma shumë se tjetër organizatën e boks. A është boksi pa doreza aktualisht boksi më i pastër në këtë sportet e rona liftaroket, ta quajeshta? Po, pajton që Bernako është forma ma i poster e luftimit, nuk ka doreza për të shpëtuar, nuk ka vend për gabime, është teknik, forcë edhe zemër, dëmenje, gjithçka në një. S'ko vend për gabime këtë në BKFC, se një grësht, një gëtime, goditje të madhë, shkon knockout. Edhe për çta kam qef edhe është
është sport shumë e pastër. E ke marrë edhe një mbështetje tepër të madhe prej shqiptarëve unë në botës, domethënë mas asaj fitores. Sa apo ndjen përgjegjësi që i ka i përfaqëson keq shqiptarët me një sport kaq ekstrem? Po, e ndej shumë përgjegjësën kur vutem në ring, nuk luftoj vetëm për vete, ëndër. Luftoj për familjen time, për historinë time, dhe për krejt gjithë shqiptarët që mbështeten. Duhet të bëj krenar normal, edhe luftoj për flamurën tonën, për Shqipërinë tonën, edhe për tonë krejt shqiptarinë në krejt botën. Ti domethënë je bash mbeshat ma trona sa i përket boksit pa doreza. Cilat janë synimet e tua? Normal që po du më bo kampion këtë në BKFC, që tash e kena kontraktën për 3 ndeshje, edhe ndeshja e parë u shku me sukses, me knockout, që tash fokusimin e kam në stërvitje, në trening me trenerin tem, krejt team që e kena këtë, edhe po fokusona që tash në stërvitje, edhe në ndeshjen tjetër, edhe normal që e kam sytë, e kam në BKFC Championship. A e kina i kundërshtar që ki qef bashkë me pas përballë? Normal kampionën kam qef më pos në ndeshje me ta, po edhe i kam dhe emra prej 8 organizate, Bobby Lashley, Brock Lesnar, që kanë arrit shumë në MMA, që gëzojmë, unë e përkroj edhe, kam qef më rej me ta në BKFC, të këshirum a mund më arrit këtë diçka. Parfunda, po na jep një mesazh për ata që të shohin si inspirim. Çka duhet me bo për me njek rrugën tonë që me mrrit drejt suksesit? Për ata që më shohin si inspirim, kam më thonë duhet disiplinë, sakrificë, dhe mentalitetin duhet më pas i fortë. Nuk mjafton vetëm talenti, a din? Do të rrëzohesh shumë herë, por ajo që ka rëndësi është sa ma herë ngrehesh. Nëse do vërtet, nëse do vërtet këtë rrugë, duhet të jesh gati edhe të jepësh gjithçka jo vetëm për vete, po edhe për flamurin tonë, edhe për krejt shqiptarë në krejt botën. Ai është motivimi jam. Faleminderit shumë Gzim që gjeta pak kohë me na dhoni intervistë të parën pësoj për media edhe ty shumë suksese në karrierën tonë. Patjetër, edhe te faleminderit shumë.